يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në ajetet në vazhdim të surës Al Imran: Innal ladhina kafaru, vërtet ata të cilët e kanë mohu Allahun subhanahu wa ta'ala, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a. As një gjë nuk kanë me i krye punë pasunia që kanë pas, as fëmijët që kanë pas te Allahu subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum waqudun nar. Ata kanë me qenë lanë djegëse e zjarmit të xhehenemit. Kadabi ali Fir'auna walladhina min qablihim, sikur që ka qenë familja e Firaunit dhe atyre që kanë qenë para Firaunit. Kadhabu bi ayatina, ata I kanë përgënjeshtruar argumentet e Allah subhanahu wa ta'ala, fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim, dhe I ka dënuar Allah subhanahu wa ta'ala për shkak të gjunave të tyre. Wallahu shadidul iqab, Allah subhanahu wa ta'ala dënon ashpër. Qul lil ladhina kafaru, thuaj atyre të cilët kanë mohu se të glebun, kena mi u mund në këtë dunjo, wa tuhsharuna ila jahannam, kurse ju keni mu hien jahannam në dunjo. Wa bi'sal mihad, aja është vend I keq për juve shumë. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, ju keni pa argument në dy grupe cilët janë takuar në luftë mes vete. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, një grup lufton në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala, wa ukhra kafira, grupi tjetër ishin pabesimtar. Yarawnahum mithlehim ra'y al-'ayn, ajo kon duk qartazi. Wallahu yu'ayyidu bin nasrihi man yasha, Allahu e ndihmon me ndihmën e tij, e forcon me ndihmën e tij atë që don Allahu subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la'ibratan li uli al-absar, në këto argumente ngjarje ka mësim për njerëzit të cilët janë larg pamës. Innal ladhina kafaru, ata të cilët kanë mohu Allah, të gjithë, kush nuk është musliman, është kafir. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a. Ta Allahu nuk kanë me I kry punë as gjë pasunia që e kanë pas, as fëmijët që I kanë pas. Nga se njerëzit në këtë dunjo zakonisht mbështeten në këto dy elemente. Ata të cilët kanë pasuni shumë, me pasunin që e kanë, I marrin disa gjona që si takojnë. Normal, po me që kanë mundësi ekonomike, I marrin ato për shkak të pasunisë që e kanë. Ose kanë fëmijë shumë dhe nëpërmjet fëmijëve kanë fuqi, kanë autoritet. Por këto të Allah subhanahu wa ta'ala nuk ju bojnë dobi kur gjë hiç. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ditën e Kiametit, thot Allah subhanahu wa ta'ala, nuk bën punë pasuria as fëmijët që I ke pas, illa man ata Allah bi qalbin salim, veç kush e takon Allahun me zemër të pastër, që ai shpëton, tjetër kush nuk shpëton kërkush. O ke pas fëmijë të hajrit, ose vin gjëra ta hiç. Nëse vet nuk ke pas punë të mira, nuk të vijnë as fëmia, as pasunia, as kurrë. Oj ka ndihmuar atina, ka bë këto, as një gjos. A ka pas punë të mira, I ka krijuar në atë që I ka urdhëruar Allahu,
edhe ato që ka urdhëruar pejgamberi sa jo, si nimon kërkush hiç. As fëmia, as pasunia. Në hadithin e sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë çikës vet, ja Fatimatu binti Muhammedin i'mali, o Fatime, vajza Muhammedit, puno, se vëllohi nuk mu i mëtni mua kur gjën ditën e kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë çikës vet, Fatimes, kry obligimet që të ka urdhëruar Allahu. Plotësoj çështjet e besimit. Largo prej çështjeve të kufrit. Kry obligimet, largo prej ndalesave, për shkak se nëse nuk e bën këtë, unë nuk mu i mëtë ndihmua kur gjë ditën e kiametit. Shikoni në krejt ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kemi shpresë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërmjesu për neve. Dhe lutim Allahun që pejgamberi sa ndërmjeson për neve. Por nëse ne nuk jemi prej atyre me të cilët Allahu është i kënaqur që të ndërmjetësohet për neve, nuk mund me ndërmjetësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo për neve, as për çikën e vet nuk mundet me ndërmjetësua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa leju Allahu subhanahu wa taala. Kurse kusht për me leju Allahu subhanahu wa taala ndërmjetësimin është më konë Allahu i kënaqur me atë që ndërmjetëson dhe me atë për të cilin ndërmjetësohet. Kurse me atë për të cilin ndërmjetësohet, nëse nuk është besimtar, Allahu nuk është i kënaqur. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allahu kur nuk kënaqet, nuk pajtohet që robët e tij të jenë mohus, qafira. Ja. As në ditën e kiametit nuk lejon Allahu subhanahu wa taala që me ndërmjetësohet dikush për qafirat. Që qafirat me dal pe xhenemit e me hin xhenet. Kjo nuk bën vaki kurrë. Edhe më kanë çik pejgamberi, o vallahi edhe më kanë vajza pejgamberit, edhe kushdo nëse nuk i kryen punë vet personalisht, me të cilat e ka ngarku Allahu subhanahu wa taala, nuk mundet me të ndihmua kërkush. Innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a. Pa besimtarve s'kan më u bë punë, pasunia, as fëmijët që i kanë pas te Allahu asnjë gjë, wa ulaika hum waqudun nar, ata kanë me qenë bland djegse e xhehenemit. Kadabi ali Firaun walladhina min qablihim. Sikur që janë bën lënd djegse familja e Firaunit. Familja e Firaunit nuk janë familje që i ka pas babë, nënë, vëlla, motër, djalë, çik. Jo, familja e Firaunit janë të gjithë ata të cilët janë kanë në anën e Firaunit. Kushdo që e ka ndihmuar Firaunin është familja e Firaunit. Kushdo që i ndihmon pa besimtarët është në familjen e tyre. Dhe në anën tjetër, Allah subhanahu wa taala e ka sjell dy shembuj. Shembulli i parë, rasti i Nuhit alayhi salatu me djalin e vet. Ja Nuhu innehu laysa min ahlik. Allah i ka thënë Nuhit, o Nuh, djali jot nuk është familja jote. Ai myt nuj. Innehu amalun ghayru salih. Për shkak se punti ka të këqija. Jo se s'ka qenë djali Nuhit biologjik, ai ka qenë djali Nuhit. Për shkak se kur gratë e pejgamberëve nuk kanë qenë pamoralshme, kur hiç njët. Djali Nuhit ka qenë biologjik djali Nuhit, por Allah subhanahu wa taala i ka thënë Nuhit innehu laysa min ahlik, ai nuk është i familjes tonë, sen se ki atë hiç. Innehu amalun ghayru salih, sa i punti ka të këqija. Anën tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Salman el-Farisiun, i cili ka qenë persian, ka thonë Salman min ahli al-bayt. Salmani është antar i familjes teme. Qysh o bo antar i familjes tonë ai pe Iranit? Për shkak se Salman el-Farisiu i ka pas punë të ngjashme të njëjta me punët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për çfarë është familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kadabi ali Firaun walladhina min qablihim, kret ata që janë ka ona Firaunit janë familja e tina, ata janë kret lanë djegse e xhehenemit.
se është shumë budallaki e madhe me thonë Firauni është qafir, ama ata që i kanë ndihmuar ata do të më këshyrë se dia janë as janë. Shumë nivel i ulët, domethënë shumë ulët larg kuptimit të argumenteve. Firauni po, ama këta që i kanë ndihmuar po e punën këta e bojnë se Firauni type ndel s'ka do lu dhe kërkon me drejtu hiç, e kanë bërë ata ndihmësat e vet. Dhe krejt janë njëjtë. Inne Firaune wa Hamane wa junudehuma kanu khati'in. Allahu ka thonë Firauni, Hamane, krejt ushtrosh të tynve, krejt njëjtë janë. Krejt që se qafirat njëjtë janë. Këtë dhe bubi ajatina. Ata i kanë përgjinështruar argumentet e Allahut, فأخذهم الله بذنوبهم për shkak gjunave përgjinështrimit që kanë bërë ata Allahut, Allah subhanahu wa taala e ka dënu. Wallahu shadidul iqab. Allah subhanahu wa taala dënon shumë ashpër. Qul lil ladhina kafaru, o Muhammed, thuj pa besimtarve. Këtë rast thuj jehudive se të glebun, kena mi umujt në luftë. O të hëshërune ila gjahennëm, në këtë dunja të kom këna mi umujt, edhe i kanë mujnë pastaj. Në Khajber, pejgamberi asam e ka kallëzuar çështjen se qysh muhen ata, edhe qysh gjykuan, për ta ka gjyku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai gjykim që e din ata të cilët dëshirojnë me ditë. Se të glebun, këna mi umujt në këtë dunja, o të hëshërune ila gjahennëm, në botën tjetër ju keni me shku në gjahennëm. Në luftën e Bedrit kanë fituar muslimanët. Luftën e Uhudit e kanë pësu një disfat muslimanët, edhe pse përfundimi apet kanë fituar në Uhud, por e kanë pësu një disfat. Dhe dikush prej mushrikëve u ngrit dhe ka thonë, ju na i keni vraton në Bedr, na e kemi nxjerr hakin e kemi vrat juve në Uhud. Edhe u Umar ibn Khattabi ka thonë, tonë që ka jenë vra në Uhud janë në xhennet. Për dallim për juve që jam kemi vra në Bedr janë në xhehenem. Të ka një farë dallimi këtu, bukur i madh është. Qul lil ladhina kafaru satughlabun, kena mi umujt në këtë dunjë. Edhe në dunjë tala ju keni më shku në xhehenem, u bi'sal mihad, vani keq. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, ju keni pa mëre në Bedr se mas Bedrit kanë humb jehudit. Tu apo në Bedr se qysh i ka mujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mushrik, apo si në mushman. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, ju keni pa argument qartë se muslimanët kanë me fitu. As se keni pa qysh ka ndodhur në Bedr me numër më të vogël, me përgatitje më të vogla, me gjithçka i kanë disfavor muslimanët, megjithatë kanë fitu. Pse kanë fitu? Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Për shkak se grupi i muslimanëve ka qenë duke luftuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Allahu thot ata që kanë besu luftojnë në rrugën e Allahut. Walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ai qafirat në rrugë tagutit. Tash nuk është çudi pse me fitue ata që në rrugën e Allahut. Çudi është kur fitojnë ata të tjerë se për të në rrugën e Allahut subhanahu wa taala kurs nuk është çudi normal. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, një grup që ka qenë në rrugën e Allahut, u ukhra kafira, kurse të tjerët kanë qenë në kufër. Yarawnahu mithlihim ra'yil 'ayn, e keni pa shumë mirë ata se çish ka ndodhur, çish ka zhvilluar ngjarja me ta. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Dhe dini se Allahu subhanahu wa taala e forcon me ndihmën e tij atë që dëshiron. Por për me marrë ndihmën e Allahu subhanahu wa taala, besimtar duhet me qenë shumë të drejtë, duhet me qenë shumë të sinqert, duhet me qenë shumë përpikt, duhet me qenë gjithçka veç për hir të Allahut subhanahu wa taala. Përndryshe nuk kanë me fituar kur ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Allahu subhanahu wa taala forcon me ndihmën e tij atë që dëshiron. Inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Dhe në ndihmën që Allahu a bën muslimanëve dhe në përgjithësi në argumentet historike të muslimanëve dhe në përgjithësi argumentet që ka zbritur Allahu në Kur'an dhe ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith janë argumente për
popullin, për njerëzit të cilët janë largpamës. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.